Ogerta Manastirliu, kandidati e Partisë Socialiste, ka vjuar turin e takimeve për zgjedhjet e parakohshme në kryeqytet. Gjatë një bashkëbisedimi me mësues, Manastirliu nënvizoi forcimin e bashkëpunimit mes bashkisë, familjes dhe shkollës. Dhe bashkia do të jetë në krah tuaj, përmes mbështetjes sociale, përmes hapjes shkollës, edhe më shumë se sa sot i kemi shkollat qendërkomunitare, duke krijuar programin passhkollor, duke përfshirë ushqimin në shkolla. Një program i cili do të nisë nga Bashkia e Tiranës. Dhe që jam e bindur do të jetë një gur themeli për shumë programe tjera, por që do të plotësoj një kërkesë të prindërve, një nevojë të prindërve për të vendosur një tjetër ekuilibër në raportin shkollë-familje. Manastirliu tha se çdo projekt që do të iniciojë bashkia do të ketë fokusin tek komuniteti, ndërsa në kryeqytet do të ketë më shumë hapësira për t'u shërbyer qytetarëve. Më herët Manastirliu ka zhvilluar takime edhe me pedagog dhe gra e vajza sipërmarrëse.